Fakulteti më I mirë I ekonomisë dhe biznesit në Kosovë, sipas Ed Universal. Fakulteti më I madh I administratës publike dhe shkencave politike në Kosovë. I vetmi program I shkencave kompjuterike në vend I udhëhequr nga një bord industrial. Kampuse me standarde ndërkombëtare në qendër të qytetit në Prishtinë, Ferizaj dhe Gjakov. Kolegji Universum, univers I mundësive. Jemi këtu, me ju dhe për ju. Të gjithë jemi të këtij vendi. BPB, Banka e Vendit tënd. Shtëpia e mobiljeve kushtrimi. Shtëpia e mobiljeve kushtrimi sjell modelet më të reja me stil unik, dizajne kreative dhe me funksion të përkryer. Shtëpia e mobiljeve kushtrimi punon sipas shijes tuaj. Konad, artist në cilësi. Keni ftoje, grip, koll, bllokim në gjoks, sekrecione, skuqje fyti, përdor Mentodex, të gjitha në një vend. Të nderuar prindër, dëshironi përkujdesje tërditore gjatë gjithë javës dhe vikendit për fëmijën tuaj që nga klasa e parë. Monitorim online të fëmijës suaj nga shtëpia apo puna. Do you want your children to have the easiest, best start in English from grade 1? Kolegji Universum I ofron mundësi të shumta për ju dhe fëmijën tuaj. I love Universum. E që u bo njeri? Qyrë që u bo, marrët këft. S'ma keni marrë djallin trip. Po që ka tipi emni be? E ka Imri. Po velkom Imrin trip, velkom! E Vlad, mere bubin, ruma shtetën, kna që ndrip. Bashkohu me grupin më të madh për të rinj, në trip.
12 kandidat po nisin një aventurë të re. Emisioni Menaxheri i ri është mundësia për të fituar dhe për të mësuar se si të bëhet biznes. Tani për tani teknologjia është e para në botë dhe mendoj që unë pasionit që kam për teknologjinë do të më nxjerrë dhe mua i pari fituesi i kësaj gare. Slogani im për reality show Menaxheri i ri është që retitoj më i miri, do të thotë unë. Kandidat nga qytetet ndryshme të Kosovës janë bërë bashkë në Prishtinë për të nisur një aventurë sa të re, paqe dhe sfiduese. Të rinjtë të inspiruar nga mosha 17 dhe 19 vjeç janë bërë pjesë e këtij reality show në Klan Kosova. Qindra të rinj nga mbar Kosova kanë aplikuar në këtë reality show, por vetëm 12 prej tyre u zgjodhen. Tu shem përshtues. Po çfarë thoni për shembull më lën grupi Universi? A keni diku çfarë ideja, diçka? Po ne kisha pas në jamër apo pjele juve një herë. Nëse vazhdimi do ne shohim për partner. Formati i programit do të zgjasë 8 javë. Kandidatët duhet sfidohen në detyra të ndryshme, secili nga ata dëshiron të ngritet në karrierë biznesi dhe të fitojë 10.000 euro që ndan Kolegji Universi. Telefonik. Si lloj bilete? Suksesi i tyre do të ma gjepë sjurin. Ata dëshirojnë të tregojnë aftësitë e tyre të komunikimit, të punës në grup, shkallësinë dhe përkushtimin për obligimin që e marrin. Ata çdo javë do të ballafaqohen para jurist profesionale dhe do të marrin gjykimin mbi punën që e kanë kryer. Në fund ta nxjerrim ndërmarrësin e ri i cili do të jetë shembull dhe model për të rinjt në Kosovë. Juria profesionale do të jetë e rrept, por shumë e drejtë për drejtë. Vetmja gjë që kërkojnë nga kandidatët është puna e kryer me sukses. Çdo gabim i tyre mund t'i kushtojë medalje nga loja. Ti largohesh. Dëmbëdhjetë kandidatët ka 2 javë që kanë nisur një aventurë të re. Fillimisht në javën e parë si detyrë kishin organizimin e një eventi në 2 kampuset e Kolegjit Universum, në Ferizaj dhe në Gjakov. Të dyja ekipet, partnerët dhe Univers, bën të pamundurën për të realizuar një organizim sa më të mirë. Megjithatë ja dolën, por ekipi Univers doli humbës. Exoni ishte ai i cili u largua javën e parë. Exon, ti largohesh. Të entuziazmuar për punë dhe për të treguar më shumë nga vetja, gjithçka ndroi në javën e dytë. Detyra për të shitur sa më shumë numra të operatorit Vala bëri që të dyja ekipet të kryen një punë të shkëlqyer, e vlerësuar edhe nga juria. Të përmendet vlera e cila ka shit më shumë ti, unë apo ka arritë të sjellë klient më shumë ti. Vlera ishte garuesja e cila solli më shumë klient nga operatorët e tjerë, ndërsa Donardi dha fund garës. Para çka konsekvencë më tonë shkutu të po ti largohesh të kursit.
Mëngjesi. Detyra këtë javë ka të bëjë me gastronominë. Ju do të gatuani për 10 të ftuar të rëndësishëm nga fusha e mediave, politikës, artit. Detyra juaj do të jetë që të përcaktoni menyn, të cilën do t'ua shërbeni, të bëni dekorimin e sallës dhe ta shërbeni. Ju do të vlerësoni në 4 kategori, në menyn, ushqim, dekor dhe shërbim. Këtë detyrë do ta zhvillojmë në hotelin Swiss Diamond. Ju uroj shumë suksese të gjithëve. Shihemi në studio. 2 ekipet e reality show Menaxheri i ri, Univers dhe partnerët janë bërë bashkë në kolegjin Universum për të diskutuar planifikimin se si do ta organizojnë drekën për 10 persona publik. Pas planifikimit një ditor, në Swiss Hotel Diamond duhet të përgatisin menyn se çfarë do të shërbejnë. 120 euro është buxheti që e posedon secili ekip. Ekipi partnerët kanë zgjedhur lider Sarandën. Ata planifikojnë që menyja për 10 mysafir të jetë sa më e veçantë. Po ashtu edhe ekipi Univers ka planifikuar të përgatisë një meny interesante. Lideri i grupit është Armendi, pasi besojnë se ka përvojë në hoteleri. Pasi përpiluan planin se si do t'jetë dreka e tyre, për të qlodhur morën pjesë në ceremoninë e diplomimit të studentëve të kolegjit Universum. Me shumë dëshirë shikonin, sepse secili prej tyre dëshironte që një ditë të jetë në vendin e tyre. 10 kandidatët janë bërë gati për të përgatitur drekën. Ata nisën fillimisht në marketin Conad për të bërë blerjet e duhura. Partnerët nuk po gjejnë gjuhë të përbashkët, edhe pse kishin planifikuar, prapë u ballafaquan me ide jo të përbashkëta. Neshe, ka jetu kop, vish pa, ka jetu kop. Orizi nuk është i mirë që orizi. Atë pëm, atë orizi, atë mirë shikuj. Ku po muj? Po ku po muj s'po të jetu i marsha në njëta me neve. Po nërgona, po problem, si nga të posanë. Pjesat pothuajse ndryshuan aty për aty. Ata nisën drejt Swiss Hotelit. Ekipi nuk duket i koordinuar. Disa shkuan më herët, e disa edhe u vonuan. Ata do t'jenë në mbikëqyrje të 2 kuzhinierëve të hotelit. Edhe ekipi Univers ka përfunduar blerjet. Megjithse pati disa kërkesa të veçanta, prapë pranë dakord dhe ju përmbajtën menys që e kishin përpiluar. Gjithçka kanë bërë gati. Ekipi duket kompakt dhe të motivuar për sfidë. Ata nisën drejt Swiss Hotel në Prishtinë. Të dyja ekipet priten nga personeli dhe orientohen nëpër sallat që ishin rezervuar vetëm për ta dhe kuzhinat e ndara për secilin ekip. Madje personeli kishte përgatitur edhe veshjet prej kuzhinieri që gjithçka të duket sa më profesionale. Ekipi Univers menjëherë mblidhet dhe fillon diskutimin dhe ndarjen se kush çfarë do të bëj. Unë të gjithë jemi gati, edhe ekipa imi janë gati. Të gjithë vetëm e presim edhe menyja deri të vinë dhe me fillu me dekorimin e tavolinës. Sapo marrim pamjen e kuzhinierit direkt e në kuzhinë. Menyja duhet të jetë sa më e mirë se kundërshtarëve nëse duan fitore. Nga ana tjetër, tek ekipi partnerët nuk po shkon gjithçka mbar. Neshe, Arnora dhe Lorenti janë në sallë. Saranda dhe Loriku akoma nuk kanë arritur. Neshe është e shqetësuar me vonesën e Lorikut dhe Sarandës. Ata duhet të merren me dekorin e sallës dhe përgatitjen e menys. Jemi gati me blerjet, po e kemi një problem të vogël se kolegët e mi po vonohen edhe nuk e di pse është arsye. Tani duhet të bëhet rregullimi i tavolinave, rregullimi i ambientit, edhe për në fund duhet me fillu gjellat. Besoj që ka me shku shumë mirë. Nuk dinë se nga t'janë bajnë. Ekipi nuk është i kompletuar, edhe partnerët janë pajisur me veshje prej kuzhinieri. Ndërkohë, ekipi Univers ka filluar me përgatitjet e para. Punët janë ndarë. Gjeva e Vlera nisin me përgatitjen e sallatës, Armendi me mishin, Dea Albani me pjesë të tjera të menys. Ndërkohë, ekipi partnerët akoma nuk ka filluar. Liderja e grupit Saranda nuk është prezente, sikur është zhdukur. Ata nisin t'i ndajnë punët, ende nuk kanë bërë ndarjen e ushqimeve. Më në fund do të nisin me përgatitjen e sallatës dhe të supës, ndërsa Saranda paraqitet në kuzhinë. Tek ekipi Univers, atmosfera duket e këndshme, secili po bën detyrën e vet. Duket një drekë premtuese.
Gjeva dhe Armendi, pasi kryen disa punë në kuzhinë, kalojnë në sallë dhe përmiren me dekorimin. Kategori kjo që mund t'i rrisë pikët në vlerësim. Insistimi i Armendit me salvetat e verdha nuk duket i qelluar, ndërkohë kuzhinieri mbikëqyrës i ekipit Univers lavdron punën që po bëjnë. Ai vlerëson në përdorimin e gjerave të freskëta, ndërsa nuk është i kënaqur me përdorimin e kërpudhave. Grupi Univers është momental shumë mirë, është duke ecur, e shohim edhe që po punojnë edhe me gjëra shumë të freskëta dhe pëlqen edhe puna e tyre, qoftë organizimi, qoftë edhe përmbledhja e menys se si e kanë organizuar, është momental është nivelin e duhur. Siç e posh edhe me rastin e këpurdhave, ashtu nuk duhet me veprue, ishin shumë me një nivel klase shumë t'ullt. Albani merret me përgatitjen e sallatës së frutave, të cilën do ta shërbejnë në fund të drekës. Ndërkohë Saranda nis me dekorimin e sallës, duken më kreativ se sa ekipi kundërshtar në këtë kategori vlerësimi. Madje befasoi stafin e hotelit. Ajo është kyçur në webfaqet e hotelit dhe është informuar mirë për mënyrën e dekorimit. Veprim i zgjuar. Neshe ka nisur me përgatitjen e supës, ndërsa Lorikut i kërkon diçka. Loriku merret me patatet, por has në vështirësi. Dinamika e punës është e lartë dhe kandidatët janë në panik se a do t'ja arrijnë t'i përfundojnë të gjitha në kohë. Meni është e mirë, me kohën janë knap, nuk janë edhe mirë me kohën. Gabim më të madh kanë të patatet s'kan filluar. Akoma s'kan filluar, se patatet marrin duhet muzi, ato vim pak më rreth, edhe mishin sa kanë filluar me marinu. Kështu që kanë me kanë kesh. Ka funde, se di që kanë mja dalë. Megjithatë, duket se po ja dalin mjaft mirë, edhe pse për disa prej tyre është hera e parë që po gatuajnë. Ekipi Univers ka nisur t'i bëj gati edhe pjatat. Albani po merret me sallatën e frutave, ndërsa Dea po fërgon mishin në minutat e fundit. Dekori në sallë ka përfunduar, buka e shtëpisë dha ngrohtësi tavolinës. Vlera bën shpërndarjen e sallatës, megjithse nuk tregohet të kujdesshme me masën. Është më shumë se ç'është e nevojshme. Në ndihmë del Armendi, edhe ushqimi i pjatës kryesore është gati. Gjithçka në kohën e duhur dhe nis bukurimi i pjatave. Ata mbaruan ushqimin në kohë, por sa ja kanë arritur që mysafirët i bëjnë për vete. Ora është 14 dhe mysafirët kanë ardhur. Ata po presin që të hyjnë në sallë, fillimisht tek ekipi partnerët. Por ata janë akoma në përgatitje me 5 lloje të ushqimit. Loren, lutma, sirma ma shpejt sosin, lutma! Mishi i brinjve është ende në furrë, patatet akoma nuk janë skuqur. Lorenti e Arnora po merren me sallatën, ndërsa supa është bërë gati. Kohë nuk kanë, por disi ja nisin. Loriku është përgjegjës për shërbimin. Duket i hutuar, por ka marrë si obligim për ta kryer këtë detyrë. Atë e brengos vonesa në shërbim, por a do t'ja arrijnë që të llovia në kuzhinë të mos dalë në pa? Mysafirët hyjnë, Loriku është mikpritësi. 10 mysafir kanë arritur. Ata fillimisht do të bëjmë vlerësimin tek ekipi partnerët. Loriku i bën konak. Të tjerët në kuzhinë janë në hallakam. Mysafirët shërbejnë me ujë, por shërbimi nuk duket në nivel. Lorenti bashkë me Loriku nisin shërbimin e supës. Supa u duket pak e ftoftë. Loriku ka një përgjigje. Për mu për supë, bravo. Po, veç pak e ftoftë, po ne. Nuk dashtë vetë me shërby ju me fryë dhe me pikë. Sallata është e dyta që shërbehet. Pastaj, para pjatës kryesore kanë përgatitur një paragjell. Mysafirët e pëlqejnë, është radha e pjatës kryesore. Si specialitet kanë mish të brinjve në furrë dhe patatet e skuqura. Duket se ja dolën. Mishi dhe patatet kanë shije gati të përkryer. Të gjitha i pëlqen. Loriku ndjehet skeptik se a do të marrin vlerësim pozitiv dhe për fund si dezert kanë sallat frutash të zbukuruar. Kuzhinierët e rinj duan të dinë vlerësimin. Secili mysafir ka para vetes 4 kategori për vlerësuar me nota nga 1 deri në 10. Ata dhanë vlerësimin e tyre dhe nisen drejt sallës së përgatitur nga ekipi Univers. Ekipi ka dalë në pritje të mysafirëve. Ata duan që ushqimi i tyre përgatitur enkas për ta t'ju pëlqejnë. Vlera mban një fjalim të shkurtër mikpritjeje. Atëherë faleminderit për ardhjen tuaj, ne ju dëshirojmë mirëseardhje. Faleminderit shumë që keni gjetur kohën për me qenë pjesë e jona. Për neve si ekip ka qenë nderë dhe privilegj për përgatitur ushqim për personalitetet njohura siç jeni ju. Që në fillim bie në sy menyja e dizajnuar enkas për këtë drekë. Ky grup ka përgatitur 4 lloje të ushqimit. Secili ka para vetes një sos të veçantë domatesh që ju bën përshtypje të gjithëve. Edhe shërbimi është në nivel shumë të mirë që po merren Albani e Armendi.
Pjata e parë është supa. Ajo është shumë e ftohtë, megjithëse duket e bukur nga jashtë. Sallata është e dyta. Bie në sy masa e tepruar. Radha i vjen pjatës kryesore. Mishi i bardhë është i fërguar më shumë se ç'duhet dhe shumë djegës. Edhe Univers për fund ka përgatitur sallatë frutash me akullore. Ekipa e Univers vjen në sallë. Janë të lumtur për punën që kanë bërë. Por, a do t'ja dalen për një vlerësim pozitiv? Të dyja ekipet bën një punë të shkëlqyer. Ata u sfiduan në gastronomi. Por, cili është vlerësimi i mysafirëve dhe kush ja doli që t'i bindë se ata vlen më shumë? Qasja ka qenë kështu. Domethënë secila ka pas të veçantën e vet. Ata në përmbajtje, partnerët, kurse Universi në formë, në paraqitje, në atë glamur që përdorun shpesh. Ishin të dy grupet shumë të lezetshëm, simpatik, të përkushtuar, po për mua, për disa nuanca, do me thonë, grupi partnerët ishin më nivel, por zdo të thotë që edhe grupi Universi ka qenë edhe shumë brava. Megjithatë, sa i përket shijes, unë e shijova më tepër drekën e grupit partnerët. Suksese. Partnerët kanë pas ma tepër cilësi. Ushqimi kryesisht ka qenë ma i shishëm tek partnerët. Gjithë se cila do të pjesë e menys, prej fillimit deri te deserti kanë pas shije ma shumë. Përderisa te Universi më ka bë përshtypje shërbimi. Ma shumë e kam vlerësu partnerët për shkak se ushqimi ka qenë ma kualitativ. Unë jam për ekipin partnerët, edhe besoj që kanë qenë kështu, në përgjithësi kanë qenë më të mirë. Partnerët në ushqim edhe në paraqitje kanë qenë shumë më të mirë në servimin e ushqimit, derisa Universi shërbimin e ka pas në nivel shumë më të lartë që ju ka përshtatë edhe vendit edhe ambientit ku kemi qenë. Nëse i referohemi fillimisht atij qëllimit kryesor, që është shumë e rëndësi puna ekipore, edhe gjitha nga pak, atëherë për një nuancë shumë të vogël, grupi Univers. Nëse i cilësohemi, i referohemi cilësisë, po edhe asaj anës shumë miqësore dhe simpatike, partnerët.
Fakulteti më i mirë i ekonomisë dhe biznesit në Kosovë, sipas Ed Universal. Fakulteti më i madh i administratës publike dhe shkencave politike në Kosovë. I vetmi program i shkencave kompjuterike në vend i udhëhequr nga një bord industrial. Kampuse me standarde ndërkombëtare në qendër të qytetit në Prishtinë, Ferizaj dhe Gjakov. Kolegji Universum, univers i mundësive. Jemi këtu, me ju dhe për ju. Të gjithë jemi të këtij vendi. BPB, Banka e Vendit tënd. Shtëpia e mobiljeve kushtrimi. Shtëpia e mobiljeve kushtrimi sjell modelet më të reja me stil unik. Dizajne kreative dhe me funksion të përkryer. Shtëpia e mobiljeve kushtrimi punon sipas shijes tuaj. Konad, artist në cilësi. Keni ftoje, grip, koll, blokim në gjoks, sekrecione, skuqje fyti, përdor Mentodex, të gjitha në një vend. Të nderuar prindër, dëshironi për kujdesje tërditore gjatë gjithë javës dhe vikendit për fëmijën tuaj që nga klasa e parë. Monitorim online të fëmijës suaj nga shtëpia apo puna. Do you want your children to have the easiest, best start in English from grade 1? Kolegji Universum i ofron mundësi të shumta për ju dhe fëmijën tuaj. I love Universum. E që u bo njeri? Qysh që u bo, marrët këft. S'ma keni marrë djallin trip. Po qysh e ka tip jam një be? E ka Imri. Po velkom Imrin trip, velkom! E Vlad, mere bubin, ruma shtetën, kna së ndrip. Bashkohu me grupin më të madh për të rinj, në trip.
Sonte, juria antarëshe shpëtoi Albanin gjevën dhe vlerën. Ndërkaq, Dea dhe Armendi janë në rivlerësim nga ana e tyre.
Fakulteti më I mirë I ekonomisë dhe biznesit në Kosovë, sipas Ed Universal. Fakulteti më I madh I administratës publike dhe shkencave politike në Kosovë. I vetmi program I shkencave kompjuterike në vend I udhëhequr nga një bord industrial. Kampuse me standarde ndërkombëtare në qendër të qytetit në Prishtinë, Ferizaj dhe Gjakov. Kolegji Universum, univers I mundësive. Jemi këtu, me ju dhe për ju. Të gjithë jemi të këtij vendi. BPB, Banka e Vendit tënd. Shtëpia e mobiljeve Kushtrimi. Shtëpia e mobiljeve Kushtrimi sjell modelet më të reja me stil unik, dizajne kreative dhe me funksion të përkryer. Shtëpia e mobiljeve Kushtrimi punon sipas shijes tuaj. Konad, artist në cilësi. Keni ftoje, grip, koll, bllokim në gjoks, sekrecione, skuqje fyti, përdor Mentodex, të gjitha në një vend. Të nderuar prindër, dëshironi përkujdesje tërditore gjatë gjithë javës dhe vikendit për fëmijën tuaj që nga klasa e parë. Monitorim online të fëmijës suaj nga shtëpia apo puna. Do you want your children to have the easiest, best start in English from grade 1? Kolegji Universum I ofron mundësi të shumta për ju dhe fëmijën tuaj. I love Universum. E që u bo njeri? Qysh u bo, marrët këft. S'ma keni marrë djalin trip. Po qysh e ka tipi emni be? E ka Imri. Po velkom Imrin trip, velkom! E Vlad, mere bubin, ruma shnetën, knasën drip. Bashkohu me grupin më të madh për të rinj, në trip.